absolut nuk kam besu as vet, po besoj vetëm do thot në mendimet e mia, në kujtimet e mia kom që kur mora rrugën, para se të marr rrugën, ju tregova dhe miqvet me shokëvet me profesorave që unë po largohem, do thot ata dy vendasit e me profesorat të edukatës fizike me dhanë diçka me vete, një fjalë që Milaim ti mund të arrish diçka në Zvicër. Po si them, unë si 17 vjeçar nuk mendova drejt se kam menduar asnjëherë, unë vetëm e kam menduar që po shkoj në Zvicër që të ndihmoj prindit, që ai mos jetë i vetëm që të punoj, të angazhohet për 5 anëtar tjerë të familjes, po edhe për familjen e gjerë që e kishme në Kosovë. Edhe kështu na thosha të bëjmë një kraj djatë i babit. Po ja kështu deshti fati që unë të filloj në Zvicër edhe të mirëm edhe me futboll, edhe një herit erdhen edhe sukseset hapasapi, u bëra një, si thom, një yll, një legjend në Zvicër. Pata mbështetje të jashtëzakonshme prej njerëzve, prej dashamirëve të sportit, prej miqve, familjarëve. Edhe kjo ishte një kënaqësi në vetë.